can fly. Baba I Jozit zbartë të vërtetën pas rikthimit në shtëpi. Baba I Jozit, Pjetër Marku, ka dhënë një intervistë të sinqertë për lojën e djalit në Big Brother VIP pas rikthimit të tij në shtëpi si dhe bashkimit me Loredanën. Ai ka ndarë mendimin e tij të parë mbi performancën e Jozit, duke vlerësuar ndryshimin e tij në sjellje dhe pas rikthimit të tij. Pjetër Marku, teksa ka shprehur emocione të thella për përvojën e djalit të tij në këtë reality show, e përshkroi lojën e mëparshme të Jozit si të ashpër e të gabuar, duke thënë se kishte merak për disa debate që ai kishte pasur me të tjerët, përfshirë Rozanën, teksa kishte shkruar në mesazhin e drejtuar produksionit: "Ju falenderoj përzemërsisht për ftesën, në pamundësi për të dalë në ekran, po ju dërgoj komentin tim pas kërkesës tuaj për djalin tim Jozi. Me rikthimin e tij ai po tregon veten e tij të vërtetë. Loja e tij herën e parë ishte ashpër dhe e gabuar. Më kanë mbetur merak debatet e tij me Rozana dhe situata me Gjesën, sepse doli në kontekstin e gabuar dhe na shqetësoi shumë. Na pëlqejnë ngrimcat dhe shakat që ka Jozi me Gjesën, sepse japin frymë shtëpisë. Për sa I përket Loredanës, ne mbështesim zgjedhjen e djalit ton, por ne duam që ai të luajë lojën e tij. Do doja të shikoja Jozin si lojtar dhe flirtet ndodhin dhe shkojnë në varësi të situatave brenda në shtëpi. Ata kanë ndier për njëri tjetrin dhe ne si jemi as pak kundër që të njihen jashtë. Për sa I përket prindërve të Loredanës, ne I mirëkuptojmë për shqetësimet e mëparshme. Di të them që Jozi na ka bërë krenar. Këshilla ime për të ka qenë të shijoj Big Brotherin pavarësisht se interpretojnë gjërat. Ju përshëndes Pietri, ka thënë baba I Jozit, teksa në rrjet është përshëndetur komenti I tij drejtuar edhe prindërve të Loredanës që në fillim ishin shprehur kategorikisht kundër lidhjes së çiftit, mirë po duket se edhe ato kanë ndryshuar mendim pas rifutjes së Jozit. Jozi ndërkaq në një sondazh të bërë së fundmi është ngritur goxha lart duke qenë ndër më të preferuarit edhe pas surprizës së fundit, teksa duket se dalja jashtë I ka bërë më së miri.